Hazrat Aisha tregon, fillimi I shpalljes për të dërguarin e Allahut ishte përmes ëndrave të vërteta gjatë gjumit. Çfarëdo ëndre që ai shite realizohej qartë si drita e agimit. Vinin shumë ëndra të vërteta dhe menjëherë shfaqe rezultati I tyre. Thot ajo, pas kësaj ai filloi të pëlqente vetmin dhe qëndronte I vetëm në shpellën Hira dhe aty adhuronte Allahun. Ky adhurim zgjaste disa net e ditë, adhurim të cilin ai e përfundonte para se t'i lindte dëshira të kthehej të familja. Për këto net ai merrte të rasten me vete. Pra merrte ushqim dhe pije me vete. Pas një kohe kthehet e Hazret Hatijja radhiyallahu anha dhe sërish merrte furnizim për po aq net të tjera. Më në fund e vërteta I erdhi atij, ndërkohë ai ndodhej në shpellën Hira. Atij u shfaq engjëlli dhe I tha, lexo. Ai u përgjigj, unë nuk di të lexoj. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam thoshte, siç transmeton Hazrat Aisha, se engjëlli më kapi dhe më shtrëngoi aq fort sa nuk kisha më fuqi ta përballoja. Pastaj më lëshoi dhe më tha sërish, lexo. I thash, nuk di ta lexoj. Atëherë engjëlli më kapi për herë të dytë dhe më shtrëngoi fort derisa humba ndjenjat. Pastaj më lëshoi dhe më tha, lexo. Unë sërish I thash, nuk di të lexoj. Pastaj engjëlli më kapi për herë të tretë dhe më shtrëngoi fort. Pastaj më lëshoi dhe tha, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Do të thënë lexo me emrin e Zotit tënd që krijoi, e krijoi njeriu me një ngjizje gjaku. Lexo, Zoti yt është më bujari.